Mëku i gojës prek shumë shqiptarja si ta shëroni me 4 produkte që i keni në shtëpi dhe as mos e mendoni të merrni mjekime të tjera. Mëku i gojës është një infekcion i shkaktuar nga përhapja e kërpudhave Candida albicans në mukozën e gojës. Mund të ndodhë në çdo moshë, por më të prekur kryesisht janë fëmijët dhe të moshuarit. Për fat të mirë, është e mundur ta luftoni atë me mënyra natyrale. Ja si ta eliminoni mykun oral dhe vaginal, edhe pse këto alternativa nuk i zvendësojnë ilaçet antifugale, janë një ndihmë e vlefshme për të qetësuar simptomat e këtij infeksioni. Sot buke, ky përbërës përmban veti dezinfektuese dhe antimykotike që ndihmojnë në neutralizimin e kërpudhës Candida albicans. Si përdoret? Shkrini gjysëm luge sot buke në një gotë me ujë të ngrohtë. Përdoreni këtë lëng për të bërë gargar për 2 minuta. Në fund, përshtyeni lëngun dhe përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë derisa të përmirësoheni. Kos natyral për të trajtuar mykun e gojës. Një nga medikamentet më të mira për mykun e gojës është kosi natyral i pasur me probiotik. Kjo kulturë bakteresh të mira vepron pozitivisht duke risjellë ekuilibrin e baktereve të shëndetshme në gojë. Si të mund ta përdorim? Gjatë simptomave të para të mykut të gojës konsumoni 2 porcione kos natyral në ditë. Siguroni të jenë pa sheqerna, pasi këto të fundit ushqejnë mykun. Lëng limoni. Lëngu i limonit ka efekt antiseptik dhe antimykotik mes përbërësve të tij. Si përdoret? Përdoreni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë dhe bëni shplarje 3 herë në ditë. Përgatisni një çaj me lëng limoni dhe konsumojeni mundësisht me stomakun bosh. Shafrani indie për të trajtuar mykun e gojës. Shafrani indis nuk rresht së në habituri me vetit e tij dhe sipas një studimi, kurkumina ka një efekt antimykotik kundra llojeve të ndryshme të kandidas. Si përdoret? Si fillim, ngroni pak ujë. Kur të fillojë të zjejë, shtoni gjysmë luge kafeje, kurkuma, shafran indie. Mund ta shtoni edhe pak piper të zi nëse keni dëshirë.